Kapitulli i Thaqit, metet kapitull ende i pa përmbyllun kuptimin e historiografisë, sepse ende shtetë-ndërtimi i Kosovës nuk ka përfundu asë në planin e sigurisë, do të thotë ne kemi 1244 kur kvori ka kompetencat, nuk ka përfundu asë në kuptimin që t'i rregullohet në antarësimin e Kosovës në KB dhe në institucionet të tjera. Me këte që ka imponu asociacionin, e këto që kanë qenë obligime kushtetuse dhe o dashtë në atë kohë, pa si ekzekutive të zbatohet, jo të futet në problem tjera. Kjo do më thonë është e hapun. Edhe është e hapun naturisht procesi Hagës, tash se si do të përfundoj. Për mu që unë e kom shumë liber, ka shumë rëndësi. Deklarata e Thaqit kur është njësa ditë për Hagë, kur ka dhënë dorëheqje, është një deklaratë historike. Deklarata e Thaqit kur është në Hagë është deklaratë historike. Unë e kom ato dhe konsideroj si deklaratë historike. A di pse? Sepse ai thot